Ervin Mata në lukun kriminal të Tiranës nuk ishte një superstar, së paku në formë pas në përmbajtje, më shumë një si investitor në ndërtime, dhe për raportin e tij me një nga yjet e muzikës së re pop shqiptare. Por ngjarja e vitit 2019 në mes të bllokut, që thuhet se nisi pikërisht nga batutat gabuara ndaj Elvana Gjatas dhe që përfundoi me vrasjen e rojes personale të Erbis Martinajt dhe më pas dhe me vetë plagosin e tij, e kthyen Ervin Matën në qendër të vëmendjes kombëtare. Nga kjo ngjarje nisi një spirale e gjatë në fund të cilës Ervin Mata u arratis nga Shqipëria drejt Brazilit, aty ku thuhet se mbroi nga mospasja e një marrëveshje ekstradimi mes dy vendeve, si dhe nga një stre e vogël ligjore braziliane, sipas të cilës, dhe kjo ngjashme me Dubajin, nëse ti nuk e shkelur ligjet e vendit ku jeton, nuk cënohesh penalisht, pavarësisht se çfarë ke bërë në vende të tjera. Por diçka duket ka shkuar gabim në llogaritë e Ervin Matës, së pari nga mungesa e kujdesit të tij ndaj vëmendjes së autoriteteve ndërkombëtare të sigurisë ndaj tij. Mata sipas SPAK vazhdonte aktivitetin e trafikut ndërkombëtar të drogës dhe me sa duket ose ishte i sigurt se nuk i ndodhte gjë, ose nuk e ka patur mendjen kur Altin Dumani me shok vizituan pikërisht Brazilin vitin e kaluar dhe ku me siguri emri Ervin Matës ka qenë në top listën e SPAK, Interpol dhe patjetër edhe të DEA-s. Ndërkohë SPAK ka humbur një betejë tjetër në duket vogël gjyqësore sot në Tiranë përballë Ilir Beshajt, ish ministri i shëndetësisë, i cili gjykohet në mungesë lirie, fitoi në padinë e tij të drejtën që të paktën në gjyq të mos qëndrojë më në kafazën e mbyllur dhe të qelçit. Duke përdorur një manovër legale, avokatët e tij binë në gjykatën që Beshaj në seancat e ardhshme të qëndrojë i ulur për krahatyre. Por pamjet e Beshës duke folur nga kafazi me mbrojtësit e tij ligjor bën më shumë lajm se sa vetë vendimi i gjykatës pro tij, duke shtruar pikpyetje jo të vogla lidhur me garancitë ligjore dhe të drejtat personale të individëve, qoftë atyre në hetim, të pandehur apo të akuzuar nga drejtësia. Të mësuar me megaproceset e mafjes italiane, këto kafaze të xhamta nuk janë risi për syt e brezit tim. Por në rastin e Beshajt, po flasim për mafia, po flasim për grup të organizuar kriminal. Të pandehurit VIP si Beshaj apo Veliaj, të cilët kanë akses në mediat dhe në opinionin publik edhe nga qelia, po hedhin kështu për diskutim tema të rëndësishme lidhur me balancën mes vënies së drejtësisë dhe ruajtjes së drejtave të njerëzit nga gjykatat në Shqipëri. Dhe ky debat bëhet edhe më serioz pas shfaqjes së parë në publik të ish-presidentit Ilir Metaj, siç ai pëlqen të vetë quhet, pas më shumë se një viti e gjysmë në qeli dhe izolim total. Ish-presidenti, i cili nuk shuhej edhe më parë për bukuri fizike, u shfaq gjithsesi ish përfituar, duke ngjallur një debat lidhur me nivelin e shëndetit të tij fizik dhe mendor pas hekurave. Vetë Meta reagoi sot duke thënë se gëzon shëndet të plot dhe se lëkura e tij lidhet me klorin e fortë në ujin e burgut. Por në një vend që thuhet se kërkon të jetë europerëndimor, pamjet e Ilir Metës ishin shokuese. Dhe këtu nuk e mbroj presidentin, por kam shqetësim për qytetarin Ilir Metaj. Nuk e kam mbrojtur Ilir Metën as kur e arrestuan, sepse mendoj se edhe nëse ka pasur teprime procedurale, ato lidheshin edhe me çekuilibrimin e ish-presidentit ato kohë ku normaliteti nuk ishte pjesë e sjelljes të tij. Por ato pamje të Metës treguan se çfarë ndodh realisht prapa hekurave në burgjet tona. Dhe fytyra e Ilir Metës, megjithse mund bezdis shumë prej nesh, nga dietute shërben për shkak të aksesit që ai kanë media, si vula e thatë mbi mbylljen e debatit në favor të individit dhe kundër mënyrës brutale të paraburgimit në vend. Për këto tema do flasim sonte, sigla.